Demokratike atje ku në fakt na pret në këtë çast kolegja Daniela Maloku. Daniela, jemi së bashku, nuk e di nëse ka mbërritur zoti Berisha në Seli, si është situata aty? Marcela, ju përshëndes. Në Selinë e Partisë Demokratike gjithçka duket gati për të nisur protestën e dytë kombëtare për këtë vit, që demokratët në fakt e të rasin kundër qeverisjes Edi Ramës dhe me kryefjalë dy aferat kryesore korruptive që demokratët po ashtu e kanë patur kryefjalë të mesazheve të tyre politike që ka të bëjë me dosjen Balluku dhe me dosjen e Akshit. Protestës në fakt kreu i Partisë Demokratike do t'i bashkohet nga Selia e Partisë Demokratike, që sikurse tashmë është bërë rutinë çdo fillim proteste, zoti Berisha del nga Selia e Partisë Demokratike për të zhvilluar marshimin në drejtim të godinës së kryeministrisë, ku sot mbahet pra kjo protestë e thirrur kombëtare, duhet theksuar. Demokratët kanë angazhuar strukturat e Partisë Demokratike në të gjitha degët e saj, ndryshe nga protesta e fillim vitit, mund ta quajmë kështu, të Partisë Demokratike, ku në një farë mënyre ka qenë angazhuar vetëm strukturat e Partisë Demokratike të Tiranës më shumë se sa degët e tjera. Këtë herë ka patur një mobilizim edhe të rretheve, pra të demokratëve në rrethe, të cilët janë angazhuar për që në protestën e ditës së sotme, që bastin kryesor normal duket të ketë numrat. Është një protestë e cila në cilën do shihen fjalime, do t'jenë 5 fjalime kryesore që do të përmbyllen me fjalën e kreut Partisë Demokratike. Një prej folësve të tjerë është edhe Tedi Kopliku, kreu i departamentit të Brain Gainit në PD, dhe po ashtu do të flasin edhe 3 eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike. Priten fakt që të flasin edhe me akte demokratët, hedhja molotovëve, pritet që t'jetë skenari kryesor i kësaj proteste, ndërsa po ashtu kanë si as nën mëngë edhe një skenar apo një plan B që ka të bëjë me lëvizje në disa pika të tjera, pra me përfundimin e fjalimeve dhe hedhjes së molotovëve përpara godinës së kryeministrisë, pritet që të ketë një lëvizje të protestuesve edhe në disa pika të tjera, që në fakt për mediat mbetet e pazbuluar, pra nuk e kanë zbuluar këtë detaj, por kjo do të varet edhe në rast se po themi moti favorizon dhe nuk do të ketë shi të rrëmbyeshëm. Pra ky është plani B i demokratëve, të paktën me atë që kam arritur të komunikoj me eksponentët kryesor të Selis Blu, që do ta kenë si po themi plan edhe lëvizje në disa pika të kryeqytetit, apo të paktën në institucionet kryesore. Megjithatë do të mbetet për të parë se sa do t'i shndrojnë këtij plani. E sigurt është që hedhja molotovëve nuk do të mungojë në këtë protestë. Po? Daniela, ju theksuat që edhe në kuadër të organizimit të dytë të këtij viti, po e quajmë kështu, të kësaj proteste, organizimi vjen më i detajuar në struktura, pra çka do të thotë që demokratët e rretheve të organizuar edhe nga strukturat lokale janë nisur drejt Tiranës, ndoshta me autobus apo me drejtuesit e tyre politik, pra aktual të qyteteve të ndryshme. Ashtu sikurse e theksova, në fakt këtë herë ka patur një mobilizim të Partisë Demokratike, jo vetëm në strukturat e Tiranës, por edhe në strukturat e rretheve. Ermal, është fakt tashmë që vazhdimisht sheshet i mbushin strukturat e Partisë Demokratike në Tiranë, pra pjesa më e madhe e numrave vijnë nga kryeqyteti, por këtë herë ka patur një mobilizim, ka patur takime të vazhdueshme të deputetëve të qarqeve të caktuara me po themi demokratët e zonave të tyre, për të patur një mobilizim dhe një pjesëmarrje të shtuar, pasi sikurse theksova, shifrat dhe pjesëmarrja është një bazë që Partia Demokratike vë për të treguar forcën e saj përballë Edi Ramës, ndërsa po ashtu duke qenë se kanë synuar, po themi, veçanërisht të sjellen protestues nga rrethet, demokratët kanë zhvilluar takime përgjatë këtyre ditëve, duke lënë pak më një anë, mund të themi kështu, edhe punimet parlamentare. Në komisionet parlamentare janë shfaqur shumë pak deputetët Partisë Demokratike, pikërisht për të
përmbushur, po themi, synimin për të takuar ata eksponentë caktuar të rretheve të Partisë Demokratike që mund t'i bashkohen protestës ditës së sotme. Daniela, interesante është fakt për të mësuar me gjithë se ende herët mbetet për të parë, po Saliani do t'i bashkohet protestës? Në fakt, këtë herë nuk e di nëse kam qenë e vëmendshme unë apo nëse më ka shpëtuar, po këtë herë nuk kam parë në rrjetet sociale thirrje të zotit Saliani për t'ju bashkuar demokratët protestës ditës së sotme, edhe pse në protestën e shkuar zoti Saliani jo vetëm që ka qenë pjesëmarrës, por edhe ka bërë thirrje vazhdimisht në rrjetet sociale për t'ju bashkuar kësaj proteste. Ndaj, duhet mbetet për të parë në fakt, kur edhe të nisë zyrtarisht protesta, nëse zoti Saliani do t'i bashkohet, apo me ashpërsimin e retorikës së lidershipit Partisë Demokratike dhe vendimit të kryedemokratit Sali Berisha për ta lënë jashtë partisë pas përplasjeve që ka patur me të, do të, po themi, distancojmë zotin Saliani edhe nga protestat, edhe pse ky i fundit ka marrë pjesë në të gjitha protestat e shkuara që ka zhvilluar Partia Demokratike, me përjashtim të atyre protestave ku nuk ka mundur tjetë, po themi, për shkaqe të tjera, por në protestat e fundit, qoftë edhe në disa prej foltoreve të thirrura nga Partia Demokratike përpara kryeministrisë që PD i zhvillon çdo të hënë, zoti Saliani ka marrë pjesë në shumicën prej tyre. Kështu që do të mbetet për të parë sot, pasi shenja e parë ajo e thirrjeve në rrjetet sociale në fakt ka qenë që zoti Saliani nuk ka bërë thirrje. Do të mbetet për të parë nëse do të jetë sot prezent apo jo, edhe pse po themi fakti që nëse do të, po themi në një farë mënyre, nëse zoti Saliani nuk do marrë pjesë në protestën e ditës së sotme, do të binte në kundërshtim me atë që vetë Saliani ka thënë se askush nuk mund ta largojë nga Partia Demokratike. Daniela, duket që zoti Berisha ka reflektuar mbi kritikat që bëhen sidomos në foltore, ku disa prej demokratëve në fakt i kanë thënë që informacionet dalin më shpejt apo bëhen publike në media se sa realisht diskutohen mes vetë demokratëve, dhe një nga këto është ajo që ti e përmende pjesa e skenarëve, duke marrë parasysh edhe kushtet atmosferike, por edhe të mbajturit diskret të asaj çfarë mund të vijojë protesta. A përflitet për ndonjë skenar të ngjashëm me nguimin apo me shndrimin realisht në bulevard, një analogji me protestën e Adriatik Lapajt? Është ky një skenar që përflitet aktualisht? Faleminderit për këtë pyetje Marsin, se në fakt është një detaj që unë harrova ta përmend edhe pak më sipër, sepse zoti Berisha dhe Partia Demokratike nuk kanë qëllim që të kenë një protestë të qëndrueshme, të paktën edhe ditën e sotme. Pra, çfarë do lloj proteste, qoftë ajo që do të organizohet gjatë mbrëmjes së sotme, qoftë një protestë që do të përqendrohet vetëm para godinës së kryeministrisë, apo qoftë edhe një protestë që do të vërë në jetë planin B për të ndalur në disa prej institucioneve kryesore, po themi të kryeqytetit, Partia Demokratike nuk do të qëndrojë në bulevard, kjo sepse prej ditës së nesërme zoti Berisha do të ketë një agent jashtë vendit për të zhvilluar disa takime jashtë vendit, kështu që edhe në këtë protestë zoti Berisha dhe Partia Demokratike nuk do të zbatojnë skenarin e një proteste të qëndrueshme. Edhe pse ato e kanë paralajmëruar vazhdimisht, në fakt se do duhet që Partia Demokratike të kalojë nga protestat që zhvillohen disa orëshe, të kalojë në protestat qëndrueshme, por ky do të jetë një skenar që do të vihet në zbatim në vijim dhe jo në këtë protestë të thirrur këtë 24 janar, pasi zoti Berisha, sikurse e theksova, do të ketë disa takime që kanë të bëjnë me, po themi, takime me zyrtar jashtë vendit në Partinë Popullore Europiane, kështu që nuk do të qëndrojnë gjatë mbrëmjes së sotme aty. Ndoshta mund të jetë një nga skenarët e ardhshëm për 20 shkurtin, ku me gjas Partia Demokratike do të rimarrë një tjetër protestë. Mbase për protestat në vijim, që edhe data 20 shkurt është artikuluar veçanërisht nga aleatët e Partisë Demokratike që ja kanë propozuar për qenë një protestë, por deri më tani nuk ka një datë tjetër të caktuar nga demokratët, por asnjë skenar për të qëndruar, po themi, në bulevard do t'i përkas një fazë të dytë të reagimit të tyre ndaj kryeministrit Edi Rama.
Qartë, Daniela, të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt deri në këtë çast, patjetër do të jemi së bashku në kuadër të zhvillimeve të tjera të një pas njëshme, ndërsa ne do të qëndrojmë me pamje të drejt për drejta edhe nga bulevardi, ndërsa në bisedë do na bashkohet gjithashtu juristi i njohur zoti Kreshnik Spahiu, cilin e kemi në komunikim të drejt për drejt dhe përshëndesin. Dhe Spahiu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma.